A ju ka ndodhur ndonjëherë të gjendeni në një debat që s'ka fund? Të gjithëve na ka ndodhur, po sikur të kishte një mënyrë më të zgjuar për t'i fituar njerëzit, pa u futur në luftë sare. Sot do të zbulojmë dy parime të thjeshta por jashtëzakonisht të fuqishme nga Dale Carnegie, që mund të ndryshojnë komplet mënyrën se si I menaxhojmë mosmarrveshjet. Le ta pranojmë, të gjithë kemi qenë në atë situatë të sikletshme. Jemi në mes të një debati të nxehtë dhe papritur na godet si rrufe. E kemi gabim. Çfarë bëjmë atëherë? Krenaria na thotë të vazhdojmë, por thellë e dim të vërtetën. Shpesh krenaria e fiton, por pyetja është, me çfarë kostoje? Po, pikërisht këtu hyn në lojë parimi I parë. Mund të tingëllojë e çuditshme, por ndonjëherë lëvizja më e fuqishme që mund të bësh për të fituar një situatë është të pranosh që ke humbur. Le të shohim se si ky akt kaq I thjesht mund t'i japi fuqinë kujdo për të çarmatosur këdo. Dhe ja ku e kemi, e thon trosh nga vet Carnegie. Vini re fjalët kyçe këtu, shpejt dhe prerazi. Nuk bëhet fjalë për një më fal të thënë në zë. Jo, bëhet fjalë për një pranim të menjëhershëm, të plot, madje dhe entuziast të gabimit, dhe ky ndryshim I vogël në qasje bën gjithë diferencën. Kjo nuk është thjesht teori. Vet Carnegie e provoi në lëkurën e tij. Imagjinoni pak skenën, ai u kap duke shëtitur qenin e tij pa zinxhir. Në vend që të justifikohej, ai shkoi drejt tek oficeri dhe I tha: "Oficer, më kapët, jam fajtor, nuk kam asnjë justifikim." Reagimi I tij menjëhershëm e çarmatosi plotësisht policin. Në vend të një gjobe të majme, ai mori një paralajmërim miqësor. Kjo është fuqia e pranimit në veprim. Dhe jap se funksionon kaq mrekullisht. Të mbrosh një gabim është si të luash tërheqje litari, vetëm se e shton tensionin, por kur e pranon, ti e lëshon litarin. Papritur, nuk ka më luftë, I ja heq tjetrit kënaqësinë e betejës dhe I jep atij mundësinë të tregohet bujar. Është një lëvizje psikologjike geniale. Dhe kjo strategji nuk vlen vetëm për situata të vogla. Funksionon në biznes, si në rastin e atij artistit që qetësoi një klient të tërbuar duke pranuar kritika edhe më të ashpra se ato që po merrte. Funksionon në menaxhim, si ai menaxheri që fitoi respektin e shefit duke marrë përsipër fajin për një gabim. Dhe funksionon edhe në momentet më të mëdha të historisë. Deklarata e famshme e generalit Robert A. Lee pas Gettysburgut, ku mori gjithë fajin përsipër, mbetet një shembull I përjetshëm I leadershipit përmes përgjegjësisë. Dhe ky proverb I vjetër e përmbledh në mënyrë perfekte. Duke luftuar, shpesh humbet më shumë. Duke u tërhequr me zgjuari, fiton më shumë se që kishe menduar. Të lëshosh pen nuk është dobësi, por një lëvizje strategjike e zgjuar. Në rregull, kjo ishte për rastet kur ne kemi gabim, po kur jemi të sigurt se kemi të drejtë. Po këtu hyn në lojë parimi I dytë, dhe gjithçka fillon me një pikë mjalti. Abraham Lincoln e dinte këtë sekret shekuj më parë. Fjalët e tij të famshme janë thelbi I parimit të dytë të Carnegiet. Mund të përpiqesh t'i detyrosh njerëzit me vrerë, pra me forcë dhe argumente të ashpra, ose mund t'i tërheqësh me mjalt, me miqësi dhe butësi. Vetëm njëra prej tyre funksionon vërtet. Mendoni pak fabulën e vjetër të diellit dhe erës. Era u përpoq me gjithë fuqinë e saj ta detyronte njeriun ta hiqte pallton, por ai vetëm sa e shtrëngoi edhe më fort. Pastaj dielli thjesht shkëlqeu ngrohtësisht dhe njeriu e hoqi palltonin me dëshirën e tij. Mësimi është I qartë, forca krijon rezistencë, ndërsa butësia dhe miqësia ftojnë hapje. Dhe kështu arrim tek parimi I katërt I Carnegiet, I distiluar në formën e tij më të thjeshtë. Gjithçka ka të bëjë me tonin që vendosë që në sekondën e parë. Një fillim miqësor është themeli për një përfundim të suksesshëm. Për një shembull vërtet ekstrem, le të shohim John D. Rockefeller Jr. në vitin 1915. Ai po përballej me minatorë në grev, të cilët e urrenin aq shumë sa donin ta varnin. Çfarë bëri ai? Në vend të forcës përdori miqësinë, kaloi javë të tëra duke njohur ata, duke folur me ta, kur mbajti fjalimin, nuk foli si shef, por si mik, përdori fjalë si miq, interesa të përbashkëta, dhe rezultati ishte I jashtëzakonshëm. Greva e përgjakshme 2 vjeçare moli fund. Dhe jap se funksionon. Nuk mund ta thyesh me forcë derën e mendjes së dikujt. Kjo vetëm sa e bën atë ta kyçë edhe më fort. Por një çelës I vogël, një qasje miqësore, mund ta hap atë derë pa mundim, duke lejuar që ide të hyjnë brenda lirisht. Pra, çfarë kemi mësuar deri tani?
Le t'i bashkojmë këto dy parime të fuqishme dhe të krijojmë një udhëzues të thjeshtë për të kaluar nga konflikti te lidhja e vërtetë. Pra, ja ku janë dy rrugët. Nëse ke gabim, mos u justifiko. Pranoje shpejt, prerazi me entuziazëm. Kjo është rruga më e shkurtër për të zgjidhur problemin. Dhe nëse do të bindesh dikë për diçka, mos fillo me argumente. Fillo me miqësitë sinqert. Kjo është pika e mjaltit që do t'i bëjë të tjerët të dëgjojnë. Dhe kjo na sjell në një pyetje përfundimtare për botën tonë sot. Këto parime janë shkruar gati një shekull më parë, por ndoshta kurrë nuk kanë qenë më të rëndësishme. Në një epokë plot debate të nxehta online, çfarë do të arrinim nëse do të përdornim pak më shumë miqësi? Ndoshta, fuqia vërtet nuk qëndron tek ai që vërtet më fort, por tek ai që ofron pikën e parë të mjaltit.